Lionel Messi është pa diskutim një nga futbollistët më të mëdhenj në historinë e këtij sporti. Fituesi botrorit i shumë titujve me Barcelona, trofeve në Francë dhe që nga viti 2023 është pjesë e Inter Miami në Major League Soccer. Por duke qenë se tani është 38 vjeç, mediat dhe tifozët shpesh diskutojnë për të ardhmen e tij dhe mundësinë e pensionimit nga futbolli i luajtur. Sipas një interviste të fundit, Messi ka thënë se dita do të vijë kur të ndjej se nuk të arrijë më të performoj ose të ndihmoj shokët e skuadrës, atëherë do të ndaloj. Ai ka përcaktuar mendimin e pensionimit jo sipas moshës, por sipas atës se si ndihet fizikisht dhe se sa mund të ndihmojë ekipin. Kjo deklaratë tregon qartë se deri tani ai nuk e ka fiksuar një datë të pensionimit dhe dëshira e tij është të vazhdojë sa më gjatë të mundet. Messi ka luajtur sezon të shkëlqyer me Inter Miami dhe madje ka nënshkruar një zgjatje kontrate deri në fund të vitit 2028, që do ta mbajë atë në Amerikë deri në moshën 41 vjeçare. Kjo është një shenjë qartë se klubi dhe vetë ylli i Argjentinas nuk mendojnë menjëherë për pensionimin. Ai po vazhdon të luajë futboll edhe kur shumica e lojtarëve konsiderojnë fundin e karrierës. Një tjetër aspekt i diskutimeve është ardha e Messit në botrorin FIFA World Cup 2026 me kombëtarin e Argjentinës. Ai ka shprehur se ndjen se ka ende më shumë vite për të luajtur dhe nuk e ka vendosur pensionimin menjëherë, edhe pse ekziston një shpresë se ky kampionat mund të jetë një nga kapitujt e fundit të karrierës së tij ndërkombëtare. Në raportimet që lidhen me Argjentinas dhe analistët sportiv, ka sugjerime se Messi mund të tërhiqet nga kombëtarja pas botrorit, duke konsideruar atë si pikë finale për një epokë të jashtëzakonshme me fanellën e Argjentinës. Por, përsëri, Messi nuk ka konfirmuar zyrtarisht ndalimin pas këtij turneu. Ai thjesht ka pranuar se është afër fundit të karrierës së tij, sepse shokët e tij si Busquets dhe Jordi Alba janë larguar nga futbolli profesionist në sezonin 2025, gjë që s'ka ardhur pa reflektimet e vet Messi. Pra, për momentin, Messi ka një kontratë aktive me Inter Miami deri në vitin 2028, gjë që e mban atë në futbollin profesionist edhe për disa vite të tjera. Ai vetë ka thënë se do të mendojë për pensionimin vetëm kur të ndjejë se nuk mund të performojë më mirë dhe nuk ka një plan të qartë përfundimtar. Mediat raportojnë shumë diskutime dhe spekulime për të ardhmen e tij, por asnjë deklaratë drejt për drejt nga Messi ose agjentët e tij nuk ka konfirmuar se ai do të mbyllë karrierën menjëherë pas sezonit 2025 apo në prag të botrorit 2026. Në thelb, Messi vazhdon të jetë aktiv dhe vendimtar në fushë, duke ecur hap pas hapi me Inter Miami dhe kombëtarin e Argjentinës. Ndërsa çështja e pensionimit mbetet një vendim profesional i lidhur me fizikun e tij dhe dëshirën për të ndihmuar ekipin, jo një vendim tërësisht të formuluar nga ai deri më sot.